Një banesë private është përfshirë nga flakët në fshatin Lalar të Bashkisë Fier. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë 2 mjete zjarr fikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. E zonja e shtëpisë Fiqeret e Bregu tregon se si ra zjarrin, ndërkohë që ka theksuar se fatmirësisht ka qenë ndërhyrja e menjëhershme e fshinjve, ajo që ka mbajtur në kontroll flakët deri në mbritjen e shërbimit zjarrfikës. Unë isha brenda në kuzhinë, gatova. Fika sobën, fika dhe aspiratori, edhe dola jashtë. Kryra brenda ndjej ertymi. Thashë mos e kam haruar tenxhere në plak edhe e dogja. E heq atë unë jo. Kur në moment mori flak kabulli e aspiratorit. Dhe shpërtheu flaka, mori njëra anë e kuzhinës, dola i thira kunatit, erdhi ky me këta nipit, vuajtën kështu me kova me ujë, sa erdhi zjarrfiksja. Se dhe ajo erdhi në rekord nuk u vënua. Dhe me normale gjithë instalimi brenda ka dalë jashtë funksionit. Ndërkohë, shefi i shërbimit zjarrfikës së Bashkisë Patos, Alket Halimi, ka pohuar se paraprakisht dyshohet se shkak mund të ketë qenë edhe një bombul e vogël gazi. Në rastin konkret, dyshimet paraprake nga shërbimi i zjarrfikës, dyshohet se është mund të them një bombul e vogël gazi që zonjë e shtëpisë ka çuar atje dhe e ka harruar. Gjithsesi, kur të mbarojmë ekspertizën në vendin e ngjarjes, do nxjerrim edhe konkluzionet nga se është shkaktuar zjarri. Përballë rasteve të shtuara të shpërthimit të bombulave të gazit në banesa, Halimi ka apeluar për të gjithë qytetarët që i përdorin ato të jenë të kujdesshëm. U bë një thirrje të gjithë qytetarëve që përdorin bombula gazi që gatojnë në shtëpi, janë shumë të vëmendshëm, të jenë shumë kujdesshëm. Atje ku të i marrin bomblat, ti marrin të kolauduara, ti marrin të certifikuara nga personat përgjegjës, pasi këto quhen bombla kampingu dhe nuk përdoren nëpër banesa, se janë shumë të rrezikshme. Përdoren nëpër kampingje një hera për dy herë dhe gjithmonë duhen çuar te eksperti për të bërë kolaudimin e tyre. Pasi mund të shkatërroj pronën, mund të shkaktoj humbjen e jetës e të tjerë e të tjerë. Ndërkohë, ekspertiza e grupit hetimor do të zbardhë shkakun e rënies së zjarrit, e fatmirësisht ka shkaktuar vetëm dëme materiale.